Miq të Prizmës, dini gjë ku është Kris Ljaçivita? Ku ka shkuar? Pse nuk erdhi? Do thoni ju nuk vjen për humbjen. A është dështim për Ljaçivitën humbja e Berishës? A është dështim për atë që sigurisht vinte nga fushata e Trump dhe vinte dhe nga fushata e humbur në Australi? Çfarë ishte në fundit Ljaçivita? Kush ishte ky strategu i madh që i vëri kapelen me numrin 1? Kjo ishte e vetmja mënyrë e të bërit fushat ala Trump të herojt madh të demokracisë në Shqipëri, Sali Berisha. Dhe me sa duket këteja ka sugjeruar Ljaçivita. Ku është tani? Pse nuk vjen? Ka humbur, të thoni. Ja kanë vjedhur votat socialistat në Shqipëri. Atëherë kush është ky Ljaçivita, ky strateg i madh amerikan, i shumë ditur i Ljaçivita me origjinë italiane? Ljaçivita për? Ku është? Ky që do të largonte Edi Ramën e do sillte konservatorin Sali Berisha. Kush ky grotesku? Ky njeri, si me thënë, turist me një gjaket shëmbëltyr, sigurisht se e ndroi gjaketën këtu, blu, shpeshherë me një kollare të kuqe, po sigurisht edhe atë e ndroi si ngjyrë. Pse nuk përfaqësohet tash, pse nuk vjen, pse nuk fol edhe nga Amerika? Thot edhe ai diçka. Pse Ljaçivita nuk thot që i kanë vjedhur zgjedhjet Edi Rama dhe Partia Socialiste në Shqipëri? Pse nuk e thot? Po këtë e dini? Çfarë problemit ka Ljaçivita të thotë që shikoj kanë vjedhur, unë kam bërë maksimumin, duhet kishin fituar Sali Berisha dhe partia e tij, po ata kanë vjedhur zgjedhjet, i kanë grabitur, i kanë manipuluar, kanë fituar pa drejtësisht. Pse nuk e thotë këtë Ljaçivita? Ai njeriu që u mor si strateg për të mundur socialistat në Shqipëri. Ai njeriu që sigurisht është strategu që paraqitej si njeriu i Donald Trump në Shqipëri. Se sipas kësaj logjike, që sigurisht nuk është logjik, po është idiotizëm, marrëzi, ai përfaqësonte atë fitore të jashtëzakonshme të Donald Trump në Amerikë. Gati u shit sikur ishte Ljaçivita që fitoi Donald Trump, nuk ishin gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme, ato përplasje të jashtëzakonshme, fushate jashtëzakonshme e vet Donald Trump, që fitoi edhe kundra mediave, edhe kundra parashikimeve dhe gjithë mobilizimit të një pushteti në Amerikë që ishte kundra Donald Trump. Dhe fitoi një shumicë fantastike, siç fitoi edhe Edi Rama këtu, përballë njeriut të cilit Ljaçivita i thotë konservator, njeri që duhet fitonte e djatha, dhe që gjithë shqiptarët e dinin, ishin qartë që ishte një ish komunist i vitit 1968, antar i Partisë Punës Shqipërisë, kur kishte lindur Ljaçivita. Në ndjenjen time Ljaçivita ka lindur 66 në 67, ndërsa Sali Berisha është futur në Partinë e Punës Shqipërisë, ose atë ish komunisten, në vitin 1968, me 8 nëntor të vitit 1968. Dhe ky Ljaçivita që ishte vetëm 1 vjeç ose 2 vjeç në 68-ën, do të mësonte, do të ishte strategu i një komunisti që ka vite aktiviteti politik, partijak, në diktaturë dhe në post-diktaturë sa Ljaçivita. Ky Ljaçivita merr përsipër që të bëj politika kaq të mëdha sa të mësoj Sali Berishën, edhe këtu arrin të besoni se mund që Sali Berisha dëgjonte këtë Ljaçivitën. E sigurisht e ka dëgjuar për kapelen. Po ku ka më grotesk se sa kjo, më marrëzi se sa kjo, dhe ata që e besojnë më njerëz të marrë se sa ata. Si mund të ketë më tepër idiotizëm se sa kaq? Po pra po e bëj pyetjen, po bëhem përsëritës i jashtëzakonshëm. Pse nuk del Ljaçivita të thotë
Mi kanë vjedhur dhe mua zgjedhjet. Unë e kam bërë punën time. Nuk e di a i kanë dhënë parat e ti apo jo. Do thoni unë çfarë duhet ty, a i kanë dhënë parat. Po më duhet të turpërohemi përpara Laçivitës. Nëse si japin parat, ne duhet mblidhemi si shtet, kështu duhet mobilizohet dhe Edi Rama t'ja japin ato shkreta para. Dollar, sigurisht ai dollar kërkon. Ose ti bëjnë change dhe t'ja japin edhe euro, i merr ai. Laçivita ku është? Ku strategu i madh që do mundte komunistët këtu në Shqipëri? Njeriu i Donald Trump, ai që fitoi në Amerikë dhe që sigurisht ndihmoi edhe Sali Berishën të kthehej në një trumpist, mbasi kishte qenë një komunist, kriptokomunist, enverist, stalinist, dhe tash e konsideronte veten edhe trumpist. Laçivita, uroj që ti kesh marrë parat. Sigurisht që ishe një burr cili kishte nevojë për ca dollar, i more, i gëzofsh, por ama edhe ti Laçivita ke pësuar humbjen më të madhe që sigurisht as kërkush s'ka për ta përmend, se nuk e fut kërkush Sali Berishën dhe Shqipërinë në listë aty ku ti banon, po humbjen më të madhe të jetës tënde, sepse e di çfarë deshe të bëje ti, deshe të jepi eleksione elektorale njeriu të më elektoralisht të shëmtuar të poshtër që ka prodhuar ndonjëherë bota. Sali Berisha të merrte mend nga Laçivita që s'kishte mend për vete. Ky komunisti i Shqipërisë që ka aktivitet që nga viti 1968 të merrte mendjen e Laçivitës që ishte thjesht një ushtar në Irak. Dakord miqtë e mi, Laçivita, dil dhe thuaj edhe ti, mi vodhën votat. Unë bëra punën time, isha strategi mrekullueshëm, i mësova shumë mirë ata shqiptarët, ignorantët aty, para ta ishin shumë grabitës votas, manipulues zgjedhjes, dhe kështu unë detyrova të largohem. Uroj të kesh marrë pjesën e parave mas paradhanis. Laçivita. Kalofsh gëzuar.